Problemi i qerdhes për 80 familje në njësinë 5 në Tiranë është zgjidhur përfundimisht pas rikonstruksionit të qerdhes numër 16. Kryebashkiaku Erion Velia e ka konsideruar këtë një dhuratë të bukur për fëmijët në prag festat e dhjetorit. Vjen mirë që për 80 familje është zgjidhur problemi i qerdheve, unë e di që nevoja shumë e madhe. Megjithatë, në këtë muaj dhjetori nuk besoj që ka dhuratë më të bukur për një komunitet se sa dhurimi i një qerdhe. Kur dhuron një qerdhe, ke dhuruar diçka edhe për prindit, ke dhuruar diçka edhe për gjyshit dhe për gjyshet, të dhurojmë për fëmijët është ndoshta gjëja më e bukur që mund të bëjmë. Kryebashkiaku Velia i tha se për vitin 2016 është planifikuar një buxhet shumë ambicioz, sidomos për shkollat ku nevoja është e madhe. Ne kemi planifikuar një buxhet shumë ambicioz për vitin 2016, një buxhet shumë ambicioz sidomos për shkollat ku nevoja është më e madhe, tashmë që 31 qerdhe janë adoptuar dhe ne kemi sot vënë pjesën më të madhe të arsimit parashkollor, por besoj që iniciativa jonë për shkollat, ku duam që të futemi dhe në një partneritet publik-privat për gjitha shkollat e Tiranës, është ambicia jonë më e madhe për buxhetin e vitit 2016. Në përfundim, Velia i falenderoi të gjithë ata qytetarë që u bashkuan nismës adoptoj një qerdhe.